Dolce me ujë mos me lag, kështu u paraqit Alba, me fjalë të buta, me ton të qetë dhe me sjellje që në pamje të parë dukeshin të pafajshme. Por realiteti ishte krejt tjetër. Sepse pas atyre fjalëve të ëmbla, erdhi një veprim i rënd, një shuplak që e ndryshoi krejt rrjedhën e situatës. Dhe pikërisht aty ku duhej qetësi dhe vetë përmbajtje, u shfaq fytyra e vërtetë e reagimit në Big Brother Kosova, çdo veprim ka peshë. Një fjalë mund të kalojë, një keqkuptim mund të sqarohet, por kur situata kalon në fizik, pasojat janë të pashmangshme. Zarfi i zi nuk vjen për fjalë, por për veprime. Dhe kur dikush e humb kontrollin, loja ndalet dhe rregullat flasin vetë. Nuk ka rëndësi kush e nisi me fjalë të ëmbla, sepse fundi tregon gjithmonë të vërtetën. Nga ana tjetër, unë kam qenë e qartë në çdo veprim timin. Nuk kam goditur, nuk kam sulmuar, nuk kam përdorur forcë. Kontakti im ka qenë minimal, vetëm për të ndalur një situatë që po dilte jashtë kontrollit. Megjithatë, shpesh në këtë lojë, ai që flet butë shihet si viktim, ndërsa ai që reagon me qetësi gjykohet padrejtësisht. Alba nuk u ndëshkua për fjalët, por për veprimin. Dhe ky është dallimi që shumë njerëz po zgjedhin ta anashkalojnë. Nuk mund të fshihesh pas Dolces kur Dora flet ndryshe. Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjie, por edhe pasqyrë karakteri. Dhe në momentet e vështira, karakteri del në pa. Ky shkrim nuk është për të nxitur urrejtje dhe as për të justifikuar dhunën, sepse dhuna nuk është zgjidhje kurrë. Është thjesht për të vendosur gjërat në vendin e tyre dhe për të thënë hapur se jo çdo buzëqeshje është e sinqertë, dhe jo çdo fjalë e ëmbël vjen me qëllime të pastra. Kur humbet kontrollin, humbet edhe lojën. Big Brother Kosova i jep secilit hapësirën të tregojë veten. Dhe në këtë histori, secili u pa ashtu siç është.